A do të shkosh në qiell? Miku im, unë do të pyes diçka që shumë njerëz nuk din të përgjigjen kësaj pyetje, por është një pyetje që do të duhet çdo njeri të përgjigjet. A do të shkosh në qiell? Fjala e Zotit na tregon neve se si ta dim këtë. Së pari ti duhet të jesh në rrugë të drejtë. Bibla thot: beso me zemrën tënde në Perëndin Jezusin dhe deklaro me gojën tënde se Zoti e ringjalli atë dhe do të jesh i shpëtuar. Jezusi është rruga. Ai tha: unë jam rruga, askush nuk mund të arrijë tek Ati përpas nëpërmjet meje. Asnjë rrugë nuk është e mundur, sepse Jezusi është vetë rruga të Zotit. Nëse ke dëshmuar se ke qenë i humbur, mëkatar dhe e pranove Krishtin si shpëtimtarin tënd, ke filluar të mbar drejt qiellit dhe je në rrugë të drejtë. Atëherë është një shenjë jashtë të cilët të tjerë duhet të jenë në gjendje ta shohin. Ajo është jeta e ndryshuar. Shiko, nëse jeta jote është ndryshuar prej se ke filluar të besosh. Zoti jo vetëm se të fal mëkatet në të kaluarën, por do të bën ty një person të ri. Shumë njerëz besojnë se nëse ata do të shtonin disa ushtrime religjioze në jetën e tyre mëkatare, shpirtat e tyre do të jenë të shpëtuar nga dënimi. Mos u mashtro të jesh religios. Nuk do të jesh i shpëtuar. Vetëm Krishti mund të shpëtoj dhe kur të shpëtoj, ai të bën brenda të pastër. Të ndryshon, ti bën gjëra të drejta me fqinjet që ke në vetdije të re, dëshirë të re dhe kënaqësi të reja. Rruga e tretë, ti mund të dish se që je i shpëtuar në rrugë për në qiell. Është nëpërmjet shenjas brenda që quhet dëshmitar i frymës së Zotit, i cili vjen të jetojë në zemrën tënde. Kjo është shumë reale, ti ke ndjenjen se i përket Zotit. Tani s'ka me vetmi, ti je fëmiu i Zotit, ai është Ati yt. Ti flet me të me dashuri dhe konfidencë dhe mund të përballosh çdo të keqe pa frikë. Ti ke rahati dhe paqe se ti din se mëkatet e tua janë falur. Shiko në vete jetën tënde nëse ti ke këto tri shenja që ti je në rrugë për në qiell. A ke filluar drejt të kërkosh Jezu Krishtit që ti falë mëkatet e tua dhe beson se ai e bëri? A është ndryshuar jeta jote që ti i përket atij dhe se ai tani jeton brenda teje? Miku im, nëse nuk i gjen këto shenja, eja te Jezusi tani që ti jesh i falur. Bibla thot: duhet të besosh në emër të Birit të Atit e që mund të dish se do të kesh jetën e përjetshme. Ne e dim se ai jeton dhe nga shpirti që na dha neve. Ata që kthehen te unë nuk do i kthej mbrapa. Është shkruar te Romakëve 10:9. Marrja e rrugës së drejtë. Një njeri duke hecur gungave me karrocë me kafshë nëpër rrugë të një qyteti, ishte natë e shumë errësirë. Papritur ai pa se rruga kishte kthesa dhe ai dinte cilin drejtim ta merrte dhe nuk dinte cilin drejtim ta merrte dhe ishte i hutuar. Dhe më në fund ai zgjodhi një rrugë. Ai bërtiste kafshës dhe rrau ata me shkop dhe rrotat e karrocës rrëshqitin në një grop të thellë. Kafshët u penguan në rrugë të vështirë dhe nuk shinin ka po shkonin. Kur po shkonin nga si i karrocës, nuk e dinte. Ai la fshatin e tij dhe kërkonte një vend më të mirë për të jetuar. Në fshatin e tij ishte smundje dhe luftra dhe ai nuk dëshironte të jetonte aty më. Ai shpresoi se zgjodhi rrugën e drejtë. Ai shpresoi se nuk ishte hajdut në atë rrugë. Ai shpresoi se të çonte një vend më të mirë. Jeta tona janë sikur udhëtimi nëpër jetë, por a e dije se ku po shkojmë, ose a jemi të sigurt të sikur shoferi i cili zgjodhi rrugën nga rrugët pa ditur në të cilën është drejtuar, ne duhet të dimë se jemi në kjo është e vërtetë, në rrugë të vërtetë. Profeti Isaia tha se veprat tona të mira ishin si rrobë e ndyrë në sytë e Zotit. Përse është kështu?
sepse zemrat tona janë të papastra. Ne nuk mundemi të bëjmë veprat ynore me zemrat e papastra. A mund të paguajmë ne dënimet tona për mëkatet tona me rroba? Jo pra, çfarë mund të bëjmë për të paguar mëkatet tona? A do të ndihmojnë parat tona? Jo, edhe kjo është e papastër sepse zemrat tona janë të papastra. Vërtet, ne nuk mund t'i paguajmë, gëzohem t'ju tregoj se ka një mënyrë tjetër. Nuk është me punë, veprat e mira, por me mëshirën e Zotit. Para shumë kohësh, Zoti dërgoi Jezusin në tokë për të na ndihmuar. Ai është Jezu Krishti, ai lindi si foshnjë dhe u rrit për të bërë burr. Ai s'kishte mëkat, ai s'vinte nga bunori hidhur prej nga vim. Ai erdhi në botën vetëm për t'i larguar mëkatet tona. Zoti tha në fillim të botës, për pa derdhur gjak nuk ka largim të mëkateve. Jezusi u bë qengji i Zotit dhe derdhi gjakun e tij dhe vdes në kryq. Ai u sakrifikuar për t'i larguar mëkatet tona. Ai do t'i largojë mëkatet e të gjithë atyre që besojnë dhe ndjekin atë dhe do t'i largojë nga sipërfaqja e mëkateve. Beso në Jezusin sot përpara se rasti t'i kaloj e nesërmja nuk do të kthehet më kurrë. Ai do t'i pastrojë zemrat dhe do të bënte mirë nëse kërkon nga ai. Zoti do të pranojë shpirtin e tij të jetojë brenda teje dhe të ndihmojë për të bërë mirë, sepse zemra jote është e mirë, atëherë nuk do të kesh frikë nga vdekja. Sepse mëkatet nuk do të kenë më asgjë të mbajnë për të shkuar në qiell kur të vdesësh. Ai që tani është duke u përgatitur vendin e mrekullueshëm për ne që të jemi të gjithë atje që besojmë në Jezusin. Tani është pjesa 3 që quhet jeta. Unë e ha Biblen, është fjala e Zotit. Çfarë thot në fjalën e tij? Ktheuni të gjithë, ju të cilët jeni në qyshet e botës, sepse unë jam i vetmi Zot, unë mund t'ju shpëtoj juve. Përse Zoti thot se ne të kthehemi tek Ai? A e dini se kur është krijuar bota, Adami nuk e dëgjoi fjalën e Zotit, por ai dëgjoi fjalën e djallit. Nga ai moment njerëzit u mallkuan, nga ai Zoti e la drejtsinë për botën. Njerëzit që bëjnë mëkate do të shkojnë në ferr dhe do të vuajnë. Zoti tha se të gjithë duhet të vdesin një ditë, por pas vdekjes nuk do të jetë fundi. Ne duhet të paraqitim përpara drejtësisë së Zotit që kushdo që të jetë jo nga Zoti të shkojë në ferr. Por Zoti nuk është aq i keq se sa mendojnë ne, ai është shumë i mirë. Ai nuk dëshiron që të shkojnë në ferr. Ai nuk dëshiron që të vuajmë, edhe për këtë ai dërgoi birin e tij që të vdes në kryq dhe të derë gjak. Bibla na tregon se si të pastrohemi nga mëkatet tona. Zoti thot se çdo njeri që beson në këtë nuk do të shkojë në ferr. Kur të vdes, ai njeri do të shkojë në parajs. Jezusi është kryqëzuar në kryq. Ai u ringjall para se të shkonte në qiell. Ai u tha atyre që ishin me të shkonin dhe të tregojnë botës se çfarë ndodhi. Çdo njeri që beson në të do të jetojë, dhe çdo njeri që nuk beson dhe nuk pagëzohet do të shohë vujtje dhe mirim. Por Zoti tha çdo njeri që beson do të çojë në parajs. Dhe Zoti është më i mirë jo vetëm që të na çojë në parajs, por ai dëshon që të na tërheqë afër tina. Ai tha të gjithë ju që keni ngarkuar rend dhe jeni të lodhur, afrohuni pranë meje. Do t'ju jap pushim, do t'ju jap paqe në zemrat tuaja. Zoti nuk do të na thërtë në parajs, por në tokë ai dëshiron të na ndihmojë. Ai dëshiron që të shohë smundjet tona, vujtjet tona, dhimbjet tona. Rrugën të drejtë, por kur në udhtimin nëpërmjet mbron nuk do të udhtojmë prap. Rruga e jetës është përplot mëkate dhe vujtje. Satani dhe shpirtet e këqij janë hajdut që radhiten duke pritur që të vjedhin lumturinë tonë. Satani mundohet të na mashtrojë që të zgjedhim rrugën e gabuar. Disa do të pyesin,
por a nuk të çojnë të gjithë rrugët tek Zoti? Shumë prej tyre të çojnë në mëkate dhe në ferr, në vendin e Satanit. Njerëzit janë të ndarë gjithmonë nga Zoti, nuk ka rrugë të shpëtimit për në ferr. A ka rrugë që drejton tek Zoti? Po, por është vetëm një rrugë. Nuk është një rrugë të cilën njerëzit e kanë bërë, është rruga e Zotit që duhet të marrim. Nuk është nëpërmjet rrugës punëve të mira. Si mund të gjejmë këtë rrugë të Zotit? Ti duhet të besosh në Jezusin, pendohu për mëkatet e tua dhe Jezusi do të drejtojë në rrugë të drejtë. Ata që të gjejnë këtë rrugë janë plot me gëzim, sepse të gjitha mëkatet e tyre janë të lara. Duke besuar në Jezusin dhe duke ndjekur atë gjatë gjithë rrugës së mirë, të drejton tek Zoti dhe lumturisë përgjithmonë. Askush nuk mund të ecë nëpër këtë rrugë përveç atyre që besojnë në Jezusin dhe ndjekin atë. Por dëgjoni, kjo rrugë është e ngushtë, është e vështirë për të ndjekur, në të vërtetë është e pamundur pa ndihmën e Jezusit. Është i shejt mirë, është përplot me kënaqësi. Jezusi, biri i Zotit, do t'ju dërgojë në këtë rrugë nëse besoni. Pendohuni për mëkatet tuaj, ai do t'ju pastrojë dhe do t'ju dhurojë jetë të përhershme. Dhe ai jetën e vet për të shpëtuar juve nga rruga që ju çonte në ferr. Ai vdiq për të paguar mëkatet e juaja. Jezusi pranoi të gjithë ata që pranojnë atë. Jezusi ju ndryshoi jetën e juve. Nuk do të ecni më në errësirë. Ju do të jeni të lirë nga mëkatet e Satanit dhe do të ndiqni vetëm Jezusin. Përse njëri i frikësohet vdekjes? Sepse ai di se ai do të paraqitet përpara Zotit pasi të vdes. Ai di që në zemrën e tij ai ka mëkate dhe Zoti do të gjykojë atë. Ai frikësohet dënimit. A nuk është kështu? Ai di se gjërat që ka bërë fshehurëse do të dalin në ditën e gjykimit. Çfarë kemi në zemrat tona? Ai di se çfarë ke në zemrën tënde. Ti mund të kesh një fotografi, por mendimet e tua nuk paraqiten në pikturë. Profeti Jeremia tha, zemra është mashtruese mbi të gjitha gjërat dhe dëshpërimet e liga. Kush mund të di? Solomoni tha, si mendon njeriu që është në zemër ashtu është. Jezu Krishti tha, nga mbrëmësia e zemrës se njeriu vazhdojnë mendimet e këqija, sharjet, vrasjet, vjedhjet, mashtrimet, krenaria, blasfemia, të gjitha këto gjëra vijnë nga mbrëmësia e njerit. Si fillon zemrat tona të pëlqejnë këtë? Zoti i krijoi njerin në imazhin e tij, por njeriu la Zotin dhe ndoqi Satanin. Zemra e tij u mbosh plot mëkate. Dënimi i tij është vdekja. Ai është mënyra që si zemrat tona u bën të këqija. Nëse pusi lihet padyshim se gjithë uji do të jetë i hidhur gjithashtu. Nëse mëkati është në zemrën tonë, ne do të bëjmë mëkat. Përse njeriu bën mëkat? Ai mëkaton sepse natyra e tij është që të bëjë mëkat. Si mund të ndryshojë zemra jonë të jetë e pastër? Disa njerëz thonë se duke bërë vepra të mira do të ndryshohemi, por a thot Bibla gjithashtu? Tërhiquni me afër Zotit dhe Zoti do të tërhiq me afër jush. Thuhet te 4:8. Sido që të jetë, ne duhet të pranojmë nga Zoti të gjitha këto të mira. Ne duhet të bëjmë hapën e parë të Zotit dhe ai do të bëjë me mira hapa drejt jush. Sepse ai na don. Ai dha fjalën tjetër kur thot, nëse bën ashtu si them unë, përderisa do të jetosh, unë do t'ju mësoj juve. Tani le të lutemi Zoti bekuar na shpallim fjalën tënde, e cila është shkruar në të kërkojmë ty, që të bekosh të gjithë ata që dëgjuan fjalën tënde. Bekoj ata, jetat e tyre, falju fuqi dhe shëndet, ju jep që të kuptojnë se si jenë mesin ton i gjallë
Faleminderit Zot. Amen. Borxhi është paguar. Zotri, a mund të më tregoni me mirësi çka mendoni se më duhet të bëj të hyj në parajs? Njeriu fesnik që quhej Ahmet ju përgjigj kësaj pyetje mençurisht. Dhe shokët e tij u përgjigjen: "Shkëlqësia juaj, mbasi ne do të përgjigjemi më së mirë me tregime, supozoj se unë vet jam në burg për shkak të një borxhi të madh për të cilin as shpresoj që mund ta paguaj." Një ditë djali i mbretit erdhi te mbreti dhe i tha: "Baba, shoku im është në burg për borxh. A mund të falësh atë?" Mbreti përgjigj: "Biri im, edhe unë dua atë njeri, por që të mos jetë në burg, por unë nuk do ta falë atë. Nëse e bëj, atëherë unë gaboj dhe të gjithë njerëzit e shohin. Unë të gjithë duhet të trajtoj njësoj." Por djali u përgjigj: "Baba, a më lën që të paguaj 1% të borxhit të tij, çaj të liroj?" Mbreti përgjigj: "Po biri im, do të lejoj të paguash borxhin e tij nëse ai pranon të jetë i lirë." Princi shkoi me njëherë në zyrën e dur dhe pagoi borxhin dhe mori faturën. Dhe vjen tek unë në burg dhe thot që jam i lirë. Ai më tregoi me dëshmi fakturën të cilët është përgjigja ime. A do të përgjigjem unë në mënyrë arrogante? Jo, s'mund të pranoj. Unë s'do t'i obligoj askujt. Jo, s'mund të them sepse unë jam borxhlia. As që mund të lëndoj princin i cili është shoku im. As nuk mund të them duke vujtur: jo, si mund të besoj këtë? Është shumë mirë për të qenë e vërtet. Pa besim në zemrën time nuk do të ketë liri. Edhe në shtëpinë time unë do bëhem i robruar, friksuar që të dal për jashtë derës se policia do të më zënë, do të më kthejnë në burg. Ose do të kisha rënë në këmbët e princit dhe t'i them se unë s'kam asgjë për të kthyer këtë që do të mendoj që të jetën time ta tregoj mirënjohjen time. Dhe të largosha me shpejtësi nga burgu duke bërtitur jam i lirë. As që do të kthesha me në nivelin tim të varfër që të jetoja, por në vend se i biri i mbretit të më dërgonte tek babai vet mbreti dhe thot: "Baba, ky njeri është biri im." Unë e pagova borxhin e tij. Mbreti pajtohet dhe më thot: "Unë të pranoj ty, ti mund të hysh e të dalësh si biri im." Ky është tregimi i Ungjillit. Zoti është mbreti dhe Jezu Krishti është i biri, ai pagoi borxhin tim. Unë e pagova dhe tani jam i lirë. Unë jam fëmijë i Zotit. Është nësi dhe qëllimi i jetës sime që të bëj të gjithë nderin e tij në mënyrë që të tregoj mirënjohjen time. Për atë që bëri për mua dhe për atë që bëri për të gjithë mëkatet e mia. Të gjithë mund të falen, të gjithë të pranojnë falje, mund të jenë të lirë. Dhe Zotriu Ahmet, shoku vazhdoi edhe ndaj kësaj falje që të mund të sigurohesh që të hysh në qiell, Jezusi pagoi borxhin tuaj. Pjesa tjetër është dilema. Shumë njerëz të mençur janë të bindur se diçka s'është në rregull me botën. Është plot tensione, kriza, vujtje, vdekje dhe frikë. Shumë prej nesh nuk duhet të shkojnë për jashtë jetës tyre të hyjnë për të gjetur tension, frikë dhe mosmarrveshje. Çka ka kjo botë? Disa e shikojnë politikën dhe shtetin për zgjidhjen. Pas shekujve, nga çdo formë të shtetit të besueshëm, është e qartë se asnjë shtet pa marrë parasysh se sa edukat do të ishte aspekte tjera, deklarojnë të kenë përgjigje. Se asnjë shtet nuk është më i fortë se populli i tij. Shumë padrejtësi mund të rehabilitohen nga ligji, por ligji s'mund të ndryshojë në natyrën e njerëzit. Të tjerët mendojnë se përgjigja është edukimi. Nëse ky do të ishte i vetmi të lashtë që nëse është edukimi e vetmja përgjigje, ne do të kishim pritur me qindra mësime të larta dhe do të ishim vendet të dedikuar për vepra të mira.
të veprat të mëdha, jo egoizme, veprat që ndodhen sot, jo egoizmi, moraliteti dhe lumturisë. Por asnjë për sot nuk ka lënë kohë në këto vende, zbetson se këto janë të vërteta. Disa mendonin se dikush kishte më shumë e dikush më pak. Se ekonomia vërtet mund të jap përgjigje. Është vërteta tragjike se disa kanë shumë me pak dhe vetëm pak nga ata që kanë shumë. Por nëse ekonomia do të ishte qelsi, ne do të dushim të shonim ata se cilët kanë shumë para, a janë më të vërtet të lumtur, egoizmi i sotshëm, por prap e dim se nuk janë. Çka ka bota? Për të gjetur përgjigjen, ne kemi nevojë të kthehemi politikës, ekonomisë apo edukimit, por kemi nevojë të kthehemi Biblës. Bibla na mëson se Zoti i krijoi njerin dhe i dha atij autoritet mbi çdo krijesë, por Zoti ja dha njerit autoritetin. Ai kërkoi që njeriu të pranojë autoritetin e Zotit. Njerëzit u rebuluan kundër këtij ligji dhe përjashtuan kontrollin e tij. Duke bërë ai përjashtoi nga vendi burimit e paqes. Vetë Zoti, tensionet dhe konfliktet janë brenda shoqërisë, janë i vetmi rezultat tensionet dhe konfliktet të cilat brenda burojnë nga zemra e njerit. Bibla na tregon, pa kënaqësi tuaj krijuan ndarje, këto tensione dhe konflikte janë brenda shoqërisë. Rezultatet dhe konfliktet që janë brenda në zemrën e vetë njerit, Bibla na tregon se pabarazia juaj ka krijuar ndarje ndërmjet jush dhe Zotit. Zoti është i mirë, njeriu është mëkatar, dhe për këtë është ndarja aq e madhe ndërmjet Zotit dhe njerëzve. Si mund të bëhen urat? Bibla na thot thjesht se çfarë është puna. Por gjithashtu na tregon tek zgjidhja. Përgjigjja është Zoti është ai që i zgjidh këto ura. Bibla na mëson se Zoti është dashuri, por se është edhe i shenjtë, se ai nuk mund të pranojë mëkatet e njerëzit. Shitëria e Zotit e ve në dukje mëkatin. Zoti është në akt për të shpëtuar njerin nga mëkati dhe do të kthejë në miqësinë me Zotin. Si mund këto dy faktorë të natyrës së Zotit të pajtohen? Bibla na tregon se Zoti dërgoi birin e tij nga qielli, nëpërmjet lindjes, si qenie njerëzore, ai mori mishin ton dhe ishte komplet pa mëkat. Zoti mori mëkatet e njerit dhe ja ngarkoi Jezu Krishtit. Ai vujti dënimin të cilin ne duhet të vunemi. Ai vdiq në vdekje që duhet që mbajti fajt dhe mëkatet tona. Mesazhi i Biblës nuk përfundon me vdekjen e birit të Zotit ton, por një shpëtim mbi vdekjen. Bibla nga përshkon shenjtë se si Zoti veproi duke ringjallur Krishtin nga dhe demonstroi atë. Ai fitoi fitoren nga vdekja, mëkatet dhe frikës, dhe pas kohë ai u kthye në qiell. Jezusi është ura ndaj të cilit njeriu mund të kalojë në këtë ndarje dhe të bashkohet me Zotin. S'ka rrugë tjetër. Jezusi tha vetë, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush s'mund të vijë tek unë përveç nëpërmjet meje. Për këtë, secili që pranon se është mëkatar dhe pranon Jezu Krishtin, pra atë që vdiq për të shpëtuar nga mëkatet, mund të bëhet fëmijë i Zotit, duke kërkuar nga Zoti që ai të merr kontrollin e jetës së tij. Në këtë mënyrë pranojmë komplet autoritetin e Zotit. Zoti atëherë në fakt hyn në personalitetin e tij, sepse ai atëherë e ndon të njëjtën natyrë me Zotin. Quhet fëmia i Zotit, Zoti jeton në të. I jep shetri në vend të mëkatit, dashuri në vend të urrëties, paqe në vend të tensioneve dhe lodhjes. Ju mund të bëheni fëmia i Zotit, duke i thënë se keni nevojë për të, se keni bërë mëkate, duke i thënë se Jezu Krishti vdiq për të batur mëkatet e dënimit tonë, duke i thënë se Zoti don që të merr kontrollin komplet mbi jetën tuaj tani dhe tutje. Zoti premtoi për secilin nga ne një Bibël, që të gjithë të pranojnë Jezu Krishtin, i cili beson në emrin e tij, ai u dha fuqi që të bëhen fëmijë të Zotit dhe kur nuk do të zhduken. Jezusi vet na dha premtimin:
Ai që vjen të unë kur nuk do të përreshtoj. Pjesa tjetër është, a ke gëzim? Lumturia perfekte nuk është i pëllumit që fluturon ose të vdes në duar tona nëse e kapim. Përse ne nuk kemi lumturi komplet në zemrat tona? Aty gjithmonë ka një zbrasti e cila kur nuk ngopet. Kjo është e vërteta të gjithë popujve, edhe ata që kanë të gjithë gëzimin dhe kënaqësitë dhe para dhe famë në këtë botë mund t'i jepet gjithashtu si dhe pa ato. Përse është kjo? Sepse është mënyra se si Zoti neve na krijoi. Ai na do, ai dëshiron që ne të duam atë. Ai na krijoi neve nga një vend brenda të cilit është për të. Ai dëshiron të jeton me neve. Ai dëshiron të na bekojë. Vetë ai brend është ai që mund të na lumturojë neve komplet, në cilin ne e kërkojmë. Shumë njerëz mendojnë se paraja sjell kënaqësi, prandaj ata punojnë derisa të fitojnë shumë, por ata kurrë nuk kanë kënaqësi. Disa njerëz thonë që të jesh fetar do të gjesh përgjigjen zgjidhjen për problemet. Të tjerë thonë, janë vetëm shëndosh, kjo është e tëra që ata kërkojnë. Prap disa tjerë mendojnë se kënaqësia sjell gëzim. Ata japin të gjitha ato që kanë, por asgjë nga këto nuk e mbush zbrastinë të cilën ne e gjejmë kur jemi të tërësisht të vetmuar. Vetëm në mendimet tona. Arsyeja është zbrastia në zemrat tona nuk mbushet me gjëra. Duhet të jenë të mbushur me dikë dhe ai është vetë Zoti. Neve na dha dashuri më shumë se çdo gjë tjetër në këtë tokë. Ai shpreh dashurinë e tij për neve nëpërmjet Biblës, e cila është mesazhi i vërtetë të njerëzit, rruga me të cilën ai na tregon. Ai na don nëpërmjet udhëratës së Birit të tij, Jezu Krishtit. Ai tha, sepse Zoti dashti aq shumë botën, saqë dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos të vdes, por të ketë jetën e përjetshme. Ndoshta ju mendoni dëshira të mëdha të juaja që të keni para më shumë, ose shëndet të mirë, ose rrethona të këndshme, por ju mendoni vetëm për një kohë të shkurtër sa të jetoni në këtë botë. A keni menduar ju për jetën pas vdekjes suaj? Se ku do të shkoni? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme në këtë botë. Jezusi tha, çfarë do të fiton njeriu nëse merr gjithë botën por humb shpirtin e tij? Dëshmoj qartë se të gjitha bekimet tona apo dënimet do të vinë pas vdekjes sonë. Ne do të shkojmë në qiell ku gjithçka është gëzimi, a do të shkojmë në ferr ku do të ketë mundim për gjithmonë. Në sytë e Zotit të gjithë mëkatet janë serioze dhe nëse na duken të mëdha apo të vogla. Zoti tha, të gjithë mëkatet, prandaj të gjithë mëkatuan dhe të gjithë u përlarguan nga lavdia tina, dhe gjykimi i Zotit erdhi. Ja pra përse Zoti e kushtozon mënyrën për të cilën është shumë bekuar që njerëzit të kërkojnë. Ky shpëtim është nëpërmjet birit të tij, i cili vdes në kryq për të pranuar dënimet tona. A e morët ju dashurinë e tij? Nuk ka rëndësi të qenit më religjioz apo të bëjnë vepra të mira të rëndësishme që të lejosh që Perëndia të hyjë në jetën tonë. Të jetojmë në ne dhe të kemi zemrat e pastra nga mëkati. Është e rëndësishme që ne të bëhemi persona të tjerë, të kemi një natyrë të re. Të mos kemi tendenca në zemrat tona për mëkat. Jezusi tha, në të gjithë mëkatuam, por ai tha, nëse pendohemi sinqerisht dhe rrefejmë mëkatet tona ndaj Zotit, ai do t'i falë ato. Gjaku që Jezusi dha në kryq është i mjaftueshëm të na pastrojë të gjithëve. Zoti tha se ai kur nuk do të jetë më kundër nesh. Më shumë se kaq, ai do të na bëjë popull tjetër. Zoti na ndihmoj natyrën tonë të na ndryshojë natyrën tonë të keqe. Lutuni tek Zoti, besoni se ai do t'ju falë juve. Për shkak të natyrës së re, ai do të jetë brenda jush. Ai do të përmbush kërkesat ju që kishit dhe do t'ju jap gëzimin e tij. Dhe kur
të vdisni njëherë të shkoni në parajs. Atje është një vend i mrekullueshëm ku Zoti ka përgatitur për ata që pranojnë faljen e mëkateve tyre nëpërmjet besimit te Jezusi dhe atyre që lejojnë të ndryshojnë natyrën e tij. Kjo lumturi është ofruar ty tani. A do të pranosh ti këtë? Pjesa tjetër quhet a ke brenga. Shumë njerëz sot kanë brenga të ndryshme. Mashkujt dhe femrat brengosen për familjet e tyre, për ushqimin të përditshëm. Njerëzit e ri brengosen për veshjet moderne, të cilat ata duhet t'i veshin ose t'i blejnë. Brengosen për para dhe për shumë gjëra të tjera, brengosen për punë. Besimtarët të cilët e përcjellin Jezusin Mesin, të cilin besuan atë që të ndryshojnë zemrat e tyre dhe ju falin mëkatet e tyre, ata besuan që Jezusi i shpëtoi dhe i fali ata. Por ata mund të besojnë atij për të lashët dhe vështësitë që ai t'i ndihmon ata. Por ju, a brengoseni ju? Cilat janë të lashët e juaja? Tregojeni Jezusit, Zoti do të sigurojë kërkesat tuaja. Jezusi tha, pyet dhe do të merresh, kërko dhe do të gjesh, trokit dhe dera do të hapet për ju. Sepse Zoti qellor, Zoti pranon lutjet tona kur ne lutemi në emër të Zotit Jezu Krisht, por ne duhet të kemi durim në përgjigjet e Zotit. Nganjëherë i thotë jo, sepse ai shes se ajo nuk është e mirë, por ose ndoshta motivet tona janë të gabuar, nganjëherë thotë prit pak. Ai e di Zoti që kujdeset për ty. Nëse jo, besoj atij, tani dhe thuaj atij me fal. Zot, unë kur së dita që ti kujdesesh kaq për një person si unë. Me fal për ignorancën time, o Perëndi, shpëtimtari im. Sigurisht, ai do t'ju falë dhe do t'ju jap një kuptim të ri të jetës juaj. Shiko sa të bukura janë lulet dhe sa të lumtur janë shpenzat në ajër. Perëndia kujdeset për të gjitha. Sa shumë, më shumë mendojnë se ai kujdeset për ju. Për në veçanti, ai e beri. Unë e di se nganjëherë ne flasim shumë për problemet tona, por bëjmë shumë pak për to kur ju keni probleme. Mos pyetni veten tuaj përse, por më mirë lutuni kur keni probleme dhe dorëzojeni Perëndis që Perëndia t'i shëndrit ato. Sot le të lutemi që të drejtojmë Jezusit problemet tona, sepse ai na tha neve në librin, nëse kemi probleme, ne duhet t'i tregojmë atij. Ai erdhi, i di problemet tona dhe të gjitha nevojat tona. Ai vetë dëgjon zërin ton, dëgjon zërin e mikut të tij kur i kërkon për problemet e tij për të falur. Në Biblën e Shenjtë ka shumë fjalë premtuese për fëmijët e Zotit. Dëgjoni, këto janë disa fjalë që Zoti dha në mënyrë që ne të dimë që Zoti do të kujdeset për ne. Zoti tha, unë nuk do t'ju lë pa kujdesur për ju. Unë do të vi tek ju. Mos kemi ankth për asgjë, për të gjitha lutjet dhe kërkesat tona t'i dhojmë Zotit me falëndrime. T'i dorëzojmë kërkesat tona të Zotit, që paqja e Zotit t'i mbush zemrat dhe t'i ruaj mendimet tona. Nëse ndonjëri nga ju i mungon urtësia, ai duhet t'i kërkojë Zotit, i cili me zemër zgjerësi jap dhe faljen i japet atij. Tek Psalmi 37:11 thuhet: beson e Perëndin dhe bëj gjërat e mira në tokën që Zoti ka krijuar. Do t'i mbush dëshirat e zemrës tuaje. Obligoje veten në rrugë të Zotit dhe ai do të bëjë këtë me drejtësi. Do të shëndris si agimi që shkakton mesditë në diellit dhe qëndro me durimin e tij. Mos u shqetëso kur njerëzit tjerë ju dalin në mënyrë tjetër t'ju kthejnë me të liga. Frenohu nga hidhrimi. Largohu nga zemrimi. Mos u shqetëso, hiq dorë nga e keqja, sepse njerëzit e këqij do të ndalohen. Por ata që shpresojnë në Perëndin do të trashëgojnë tokën. Pas pak nuk do të ketë më të këqij. Nëse kërkon do të gjesh. I urti do të trashëgojë tokën dhe do të kënaqet në pjesën e tij të madhe. Më mirë
të drejtët e kanë pak pasuri shumë se sa shumë të këqij, sepse fuqia e të këqive do të ndërpritet, por Zoti i udhëzon të drejtët ditët e pafajësisë dhe do të fitojnë trashëgimin për gjithmonë. Në kohrat e fatkeqësisë nuk do të jenë të fishkur, nuk do të kenë uri, por do të kenë me bollak. Zoti do të shndrojë rrugën e njerëzit të cilë ka marrë hapa të ngutshëm, pa marrë parasysh pengesat, s'do të rrezohet, sepse Zoti do ta mbajë me dorën e tij. Sepse Zoti, Perëndia, do të drejtojë besimtarët e tij. Shpëtimi i drejtësisë vjen nga Zoti. Ai është fuqia e qëndrimit në kohët e të lashëve. Zoti ju ndihmon atyre dhe ju udhëzon ata. Ai udhëzon ata edhe i mbron nga të këqijt. Pjesa tjetër quhet provoja e besimit. A keni menduar ndonjëherë për faktin që qielli do të vazhdojë përgjithmonë? Ne mund të shqiptojmë dhe të shijojmë me teleskope, duke afruar, duke kënaqur, duke shikuar. Ka një misteri për qiellin. Prej ka vjen ajo? Ku do të përfundoj? Edhe ju dini se është një pjesë misterioze gjithashtu. Ju shikoni mbrenda dhe pyetni veten tuaj, prej nga po vim? Ku po shkoj unë? Përse jam unë në këtë botë? Çfarë ka në mendimet e mia? Përse unë gjej gëzim kur shoh bukuritë e krijuar ose dëgjoj rrarjet e zemrës së jetës? Përse unë ndjehem i urdhëruar sepse duke ditur për vdekjen? Çfarë ka brenda meje që dëshiron të dashuroj dhe të arrij të komunikoj dhe të thotë ndryshim? Përse unë kërkoj kuptimin e jetës? Dhe përse unë frikëgohem nga vdekja? Ti dhe unë jemi pjesë e këtij universi fizik, dhe prap kemi uri për shumë gjëra. Ka një dëshirë që diçka reale dhe sigurt e përhershme për vetë Zotin. Me pas shqetësat tona nuk mund të zbulojmë këtë univers natyral. Dhe prap ne vim në fund se çfarë mund të zbulojnë shqetësat tona kur të aspektin fizik. Nëse ne duam të bëjmë kontakt me realitetin shpirtëror, atëherë duhet të bëjmë një eksperiment në fushë, eksperimentin që quhet eksperimenti i besimit. Tani në shkencë, njeriu merr iniciativa, por në çështje shpirtërore është Zoti që merr hapën e parë dhe në fakt është ai duke u gjetur juve. Tani dhe ti mund të njohësh atë duke marrë 4 hapa të thellë dhe të thjeshtë. Hapi i parë është të kuptosh Zoti që ju don. Ai ka një plan për ju. Krijuesi tha, le të bëjmë njeriu në imazhin tonë. Dhe kjo do të thotë se të bëj ty të gjesh përmbushjen vetëm në lidhjet e tua me të. Ai është Zoti i dashurisë dhe megjithatë dashuria e tij është e butë dhe sentimentale, është e fortë dhe e shenjtë dhe e drejtë. Zoti është i pastër e i përkryer. Ai është e drita. Bibla është e ndershme se sa mira gjona na tregon të sakta. Dhe ky Zot e bëri që njeriu të jetojë në paqe, me dashuri dhe me në ndihmëri të vërtetë të qëllimit. Pra ju pyesni, nëse është kështu, atëherë pse ka aq agoni, dhunë dëshpërim në këtë botë? Dhe pse kjo zbrasti dhe ky kërkim në vetvete? Hapi i dytë ne e përgjigje në këtë pyetje. Na thotë se njerëzit mëkatuan dhe për shkak të mëkateve të tij, ai u nda nga Zoti. Rebelimi shpirtëror është shkaku kryesor në problemet tona njerëzore. Bibla na paraqitet kështu. Na thotë se ne i kthyem rrugët tona. Se të gjithë mëkatuan dhe u zhytën në mëkat. Mëkati është një krenari e rrem, është një kult i vetes që do të thotë të mohosh Zotin, të vërtetën dhe të injorosh të vërtetën. Rezultati i mëkatit është vdekja shpirtërore dhe paga e mëkatit është vdekja. Bibla thotë, e shikon mund të jesh i gjallë mentalisht, shpirtërisht dhe fizikisht, por prap i vdekur shpirtërisht. Ju jeni si një lule që është kaputur nga rënja, nuk jetoni në të vërtetën.
Dhe kështu që duhet që të kthehemi te Zoti, të lirohemi nga frika dhe dënimi dhe të hymë në prezencën e Zotit të drejtë dhe të shenjtë. Pra ne e marrim hapin tjetër. Hapi i tretë kuptojmë se Zoti vazhdon të na do dhe përveç rebelimit ton. Në Jezu Krishtin ai bëri improvizimin për mëkatet tona. Bibla na thot neve se Zoti, duke dërguar Jezusin të pajtojnë botën para 2000 vite dhe të demonstroj dashurinë e tina duke bashkuar njerëzën me Krishtin. Krishti i cili është Zoti, por me formë njeriu. Jezusi tha, nëse më keni pa mua, keni pa Atin. Tani Jezusi erdhi që të dërgoj tek Zoti me çmimin e jetës së tij. Ai tha, unë erdha të jap jetën time si shpërblim për shumë. Ai nuk e bëri as mëkat, por prap ai barti mëkatet dhe në personalitetin e tij në kryq dhe në këtë Jezusi u bë urlidhse se të kthehemi prap në kontakt me Zotin. Sikurse tha, unë jam rruga, askush nuk i afrohet Atit përveç meje. Shikoni për të ruajtur këtë kontakt të kthyer, të mësuar lirinë e të vërtetë dhe një lidhje personale me Zotin, ne duhet të pranojmë atë personalisht. Mua ashtu siç është e mjaftueshme të di dhe të besoj se ajo urlidhse ekziston, por unë duhet të kryej vetë të qëndroj në të cilën duhet të heci dhe të praktikoj besimin që është i mjaftueshëm në Jezu Krishtin, ai i cili na ka ofruar neve këtë. Tani hapi 4 na thot se ju duhet të pranoni Jezu Krishtin si shpëtimtar dhe Perëndia do t'ju bëjë një ftesë personale nëse doni të pranoni një jetë me bullak të cilin sjell sot. Oferta e Zotit për të falur për jetë të re që ndron ende, por të nesërmën ky rast mund të hiq për ju. Nesër mund të jetë shumë vonë dhe për këtë arsye Bibla sfidon vazhdimisht dhe paralajmëron. Tani është koha që të pranohemi dhe të kërkojmë Krishtin e ngjallur në jetët e juaja menjëherë. Ju mund të bëni hapën e fundit. Mund të bëni duke lutur. Lutja është bisedë me Zotin. Në faljet dhe thjesht duke drejtuar Zotit, milioni që të drejtoj në lutje të thjeshta, dhe sa unë i tham këto fjalë, bëni ftesë personale, thuaja tek Jezu Krishtit. Thuani atij, Perëndi, Jezu Krisht, unë e di se jeta ime ka shkuar rrugës së gabuar. Unë e di se kam bërë mëkate dhe më vjen keq. Të lutem më fal. Besoj që vdiqe për mua dhe u ringjalle. Bernu, Perëndia dhe shpëtimtari im, unë të pranoj. Eja në jetën time. Merë kontrollin dhe përndore jetën time për të ndarë jetën me të tjerët. Pjesa tjetër është rruga e mirë. Zoti thot se në këtë jetë ka vetëm 2 rrugë. Një është rruga e gjerë që të çon poshtë në vdekje, në dënim, në ferr, por shumë njerëz hecin kësaj rruge sepse ju duket e lehtë. Dëgjoni këta njerëz në këtë rrugë të madhe. Po ata mendojnë se kalojnë shumë kohë të mirë, por në fund të vendit ku mbaron rruga do të çojnë shumë hidhrime. Por rruga e dytë është rruga e ngushtë që të drejton lart në qiell. Dhe jetë të përjetshme, vetëm pak njerëz udhtojnë asaj rruge sepse është e ngushtë dhe ka vështirësi që të ndjeket kjo rrugë. Është vërtet se ata nuk e kalojnë gjatë. Edhe disa duken se po ecin vetëm, por Jezu Krishti gjithmonë ec me ta. Ai ngushëllon ata me fjalët e tij, duke i thonë se unë kur nuk do t'ju lë vetëm, kur nuk do t'ju tradhtoj. Çfarë njerëz hecin nëpër këtë rrugë të ngushtë? Njerëz të gjithë tradicionaleve. Ata njerëz që e kanë dëgjuar Zotin, ata i kanë pranuar fjalët e tij për Jezusin. Ata kanë vendosur që të hecin me Jezusin pa marrë parasysh se sa e vështirë është sipërfaqja në të cilën vazhdojnë të hecin. Secili e merr rrugën e tij me Jezu Krishtin. Ata nuk kanë frikë nga dobësitë, ata e ndjekin veç mendimet e zemrës të tyre. Ata i falin
ata të cilët gabojnë dhe vazhdimisht falemndrojnë Zotin për të mirat që i udhërojnë, ata mundohen që të tregojnë të tjerëve këtë rrugë të mirë. Për ditë Jezusi kujdeset për ta dhe i mban të pastër nga mëkatet e tyre dhe i udhëheq ata në përgjigjet e tyre dhe në nevojat e tyre. Ai gjithmonë është atje ku hecin në hapat e tij në sipërfaqen e fuqisë. Në fund të rrugës Jezusi i hap dyert e qiellit, për të është vendi gëzimit të përhershëm në shtëpinë e Zotit. Por cili fise hecin e për rrugë të gjera? Shumë nga fiset e shumë kombe të ndryshme, njerëz që mëkatuan në zemrat e tyre, në hidhrime, zemrime, xhelozi, gënjeshtja, urrëtie, në imoralitet, adhurimin të shpirtave të këqija, me pirje dhe me shumë dhunti të këqija. Fundi i tyre do të jetë një vend i keq të dhimbjeve të përhershme. Të gjithë fillojnë këtë rrugë, por secili mund të zgjedhë se të ketë rrugë dhe mund të zgjedhë se të ndjekë edhe rrugën e Jezusit. Si mund të hyjnë në rrugën e Jezusit? Duke folur me Jezusin sinqerisht kështu: O Jezus, më vjen shumë keq për mëkatet e mia. Unë largohem nga kjo rrugë e keqe. Të lutem, më largo mëkatet e mia dhe më udhëzo në rrugën tënde të mirë. Jezusi do të dëgjojë dhe do të përgjigjet gjithashtu. Atëherë do të fillosh dhe të hecesh në rrugën e mirë. Ne Zotin duam dhe adhurojmë, prandaj ne lutemi për ulësi. Jetën na fali, na dha shpëtimin, gjithë jetën duam, kemi pranë Ti. Jetën na fali, na dha shpëtimin, gjithë jetën duam, kemi pranë Ti. Halleluja, halleluja, Zoti është kudo. Ai ne